Mashtrim miri me SMS në emër të Albania për gjobat e makinës, policia paralajmëron qytetarët. Policia e shtetit njofton qytetarët se është evidentuar një skemë e re mashtrimi përmes mesazheve SMS e ngjashme me ato të postës shqiptare për të cilën është depozituar kallëzim edhe nga vetë institucioni Posta Shqiptare pranë strukturave për hetimin e krimeve kibernetike në policinë e shtetit. Mesazhet paraqiten në mënyrë të reme si njoftime nga Albania për pagesën e gjobave të automjeteve dhe përmbajnë linke të falsifikuara që drejtojnë përdoruesit në faqe të reme me qëllim përvetësimin e të dhënave personale dhe bankare. Këto mesazhe janë mashtrim dhe nuk kanë asnjë lidhje me Albania apo me institucionet shtetërore. Qytetarët këshillohen të mos klikojnë në linke të dërguara përmes SMS-ve nga numra të panjohur, të mos japin të dhëna personale apo bankare në faqe të pakonfirmuara, të mos veprojnë nën presionin e mesazheve që krijojnë urgjencë. Rekomandohet përdorimi vetëm i faqes zyrtare, fshirja e menjëhershme mesazheve të tilla, raportimi i çdo rasti pranë autoriteteve thuhet në njoftim.